Për 6 muaj nuk e di që PDK-LDK ka ndalë me një platformë të përbashkët. Pra, ju keni huq 6 muaj. Pra, është humbje edhe opozitës. Ju nuk e keni asnjërin nga ato pikat. Pra, PDK e thot diçka tjetër, LDK e jep 15 pika, po pa diskutu me partnerët e mundshëm që 4 muaj, se na po flasim për jo prej 27 marsit kur janë certifikuar, prej kur janë marrë zgjedhjet. Po nëse shikojmë edhe kur janë caktuar data zgjedhjeve, janë dikon 6 muaj. Për 6 muaj nuk e di që PDK-LDK ka ndalë me një platformë të përbashkët. Pra, ju keni huq 6 muaj. Pra, është humbje edhe opozitës. Që skandal, që apo thojnë bojna qeveri? Sepse opozita po të kishin, apo ish opozita, s'është me rëndësi definicioni, po partitë e tjera, po të kishin qenë serioze me ndërtu prej me front, që nuk e dojmë të vendosim në qeveri për shkak të dështimeve 1, 2, 3, 4, 10, atëherë këta kishin ndërtu një platformë të përbashkët, sidomos mas zgjedhjeve, që këto janë pikat tona. Ky është kandidati jonë për kryeministër, ju nuk e keni asnjërin nga ato pika. Pra, PDK e thot diçka tjetër, LDK e jep 15 pika, po pa diskutu me partnerët e mundshëm, sepse nëse na flasim për 15 pika dhe prap vjen vetëvendosja në qeveri, kjo nuk ka sens sepse gazifikimi është kry, paret janë për shembull, njëra prej pikave, paret janë ridestinu për diçka tjetër, çu shkime financu tash ato. Domethënë ka shumë paqartësi. Si ide është e mirë, por është e parealizueshme, ose është vështirë shumë e realizueshme. Pra, një farë mënyre që ka për momentin që është gjendje është parajs për Albin Kurtin. Pse o parajs? Sepse ai njëkohësisht është edhe kryeministër, edhe deputet, edhe nuk ka përgjegjësi politike, sepse thot unë jam kryeministër në detyrë. Pra, edhe kushtetuta jone specifikon, pelojmë ligjin për qeveri. Kushtetuta jone thot që nuk mundesh me qenë në ekzekutiv edhe deputet pik. Shumë e qartë është, neni 70.2 nëse nuk gaboj. Pra, opozita do duhet të ishte shumë ma luftarake në kuptimin politik. Pra, shumë ma luftarake, shumë ma kërkuse, edhe mos mi shku në kuvend, çdo 48 orë se s'ka sens me shku për 2 minuta. Po nëse shkojnë na populli i thojnë po blokani. Jo, ka mënyra tjera për me luftu mënyrë politike. Nuk i kritikojnë nëse kishim pas një, po themi një front të përbashkët, ta nuk e ka një front të përbashkët. Pra na nuk i dim kush ka me qenë çaj kryeministri konsenzual. Sepse këta s'kan bashkëpunu ma herët me diskutu për tema të rëndësishme. Edhe për dialogu nuk e dim që shkan me kry dialogun.